Larg, 4 vjetori i luftës Ukrainë-Rusi. U bë dje një ceremoni me udhëheqësit e Europës që zbarkuan në Kiev. Kremlini vazhdon me të njëjtën retorik, Kievi po ashtu, Europa i mbështet, nga Amerika as mish as Me pesh. çfarë mbështet Europa, me fjalë? Tani po jo, pse edhe para ka lokuar. Me çfarë? Po edhe para. Me çfarë? Sa paketa ka? Sa përqind territorit ka humbur Ukraina 4 vjet? Sa njerëz janë vrarë? Sa para janë harxuar? Sa infrastrukturë është shkatruar? Ku jemi me çmimet e lëndëve të para? Të gjitha këto gjëra janë bilanci i 4 viteve të fundit. A i kemi Rusinë më afër perëndimit apo kemi më afër lindjes? A i kemi më afër Kinës? A është dobësuar BRICS-i këto 4 vjet apo jo? A është bashkuar më shumë nga lufta në Ukrainë perëndimi Amerika me Evropën apo është përçarë më shumë? Këto janë bilancet që do flasim. Kështu që fatkeqësisht ata që po paguajnë janë njerëzit e varfër, janë ata më të dobtit, janë dhe Evropa i thot Ukrainës okay, vazhdo, por nuk është se ka një antarësim të shpejtë Ukrainës. Kanë kalu 4 vjet, mund të ishte bërë antarësim e Ukrainës në BE. Se Rusia s'ka qenë herë kundër antarësimit të Ukrainës në NATO. Vetëm për NATO, po. Kështu që kalendat greke, siç na kanë lënë Ballkanit, shtyje këte, shtyje ande. Furnizimi me gaz bëhet nga burimet të treta, të katra me çmime shumë të shtrenjta, përfshi këtu burimet nga Algjeria, nga Katari, nga SBA-ja. Drithërat janë rritur të gjitha lëndet e para, e mbi gjitha sot Ukraina nuk është më lajm i parë. Kështu që, nëse ju mendoni që ky është një bilanc pozitiv, Jo, nuk e thash këtë. Fitore të tilla paçim nga herët. Nuk e thash këtë, po duket sikur do zgjas pafund, Nuk do zgjas, është një gjë që unë kam thënë gjithmonë, rusët nuk kanë shkruar kurrë një marrëveshje paqe me Japoninë. E megjithatë kanë ambasada. Rusët nuk kanë ndërmend të siç ndodhi në 2014 që aneksuan dhe këtë pjesë të territorit e tjera dhe janë përqendruar diku tjetër. Me takimet e Alaskës kjo çështje, ky argument është mbyllur fatkeqësisht. Ajo që doli më e dobët nga gjithë kjo histori është Evropa. Dhe fatkeqësisht, për shkak të zhvillimeve të mëdha gjeopolitike në botë, Rusia është futur në mesin e tandemit Kinë-SBA, ku ka një rol jo indiferent. Kjo prandaj tash nuk është më lajm i parë Ukraina. Është lajm, është një nga ato lajmet e fundit. Është një konflikt që do ngri në ato kufi e tjerë dhe do shohim se si do shkojnë zgjedhjet në Ukrainë, se shumë shpejt duket zgjedhje. Tani, Putini dje tha që është Zelenski ai që po minon bisedimet e paqes, mundësitë për paqe, apo këto janë? Të dy ata bën retorik, të dy ata nuk kanë dashur përfundimin e paqes. Sepse mos harrojmë që Putini ishte shumë i ftohtë kur filloi aneksimin, ishte shumë i qartë, tentoi të arrëzojë nga pushteti, prandaj çoi trupat në Kiev, por e ndihmuan britanikët e mëtej dhe amerikanët që mos arrestonin të arrëzonin nga pushteti e tjerë. Në ai moment ka ndodhur ndarja faktike e Ukrainës. Janë 4 rajone të mëdha në lindje, plus ajo rajoni poshtë i Krimes, që është historik, domethënë. Edhe kjo është panorama. Nëse do të vazhdoj, rusët kanë tërhequr 180.000 ushtarë, kanë çuar në shtëpi e tjerë, industria, ekonomia, teknologjia ruse vazhdon me ritme të larta, sepse niveli i çmimeve të lëndëve të para është rritur. Rusia ka ekonomi të vogël dhe të bazuar vetëm te lëndët e para. Dhe gjithë kjo ka krijuar një ekonomi. Bota nuk flet më për këtë. Tashmë dhe presidenti i Francës thotë duhet të riabilitojmë marrëdhëniet me Rusinë, të flasim për lëndët e para. Ka ngel akoma pak Gjermania, po ata luajnë dorë. Vende të tilla si Slovakia apo Hungaria apo në vend tjetër janë të hapur që duhet të vazhdojmë lidhjet me Rusinë, ekonomia e gjithë të gjërat e tjera. Kështu që kemi ardhur, pra nëse 4 vjet përpara kishte një solidaritet madh botëror me Zelenski, kemi ardhur në ngushtimin e këtij solidariteti, dhe kishte ka ngel vetëm Komisioni Evropian dhe janë dy qeveri. Tani, meqense jemi te këto vendet e konflikteve,
Në pjesën e parë folëm për pjesën politike të bordit paqes, po për të kaluar tek siguria. Përveç parave për gazën, një ndër 5 vendet e para që është ofruar për të dërguar trupa, siguria është dhe Shqipëria. Çfarë do të thotë kjo? Shumë mirë, Gaza është një territor i vogël, unë kam qenë, jo, Shqipëria ka një eksperiencë me forcat armatosura në... Por problemi është kush do e udhëheq dërgimin e trupave, a do jenë turqit brenda apo jo? Atë çfarë misioni do ketë? Sepse parimisht po pastaj ç'do ketë? Pra do jetë mision lufta, mision paqe. Do jetë mision administrimi apo mision, gjithë kjo duhet parë në... Logjikisht mision paqe, se bordi paqes është ai që... Po, që të jetë misioni paqes, duhet binë dakord edhe izraelitët që është mision paqe, duhet binë dakord edhe këta tjerët arabët e palestinës. Nuk është kaq e thjeshtë gjë, pra në parim jemi dakord, në detaj do ishte një kontribut relativ i Shqipërisë, po çojmë nëse s'ndodh një luftë në Iran, se pastaj kam përshtypjen se vëmendja zhvendoset tërësisht. Po para do paguajmë ne apo? Kujdes. Paguajmë rrogat e ushtarëve tanë, trupat tona, gjithë të gjëra. Jo, flasim për këto miliardat që... Po, jo, të kanë arabët paratë të tyre, mos u bëjmë se ka Katari parata ta rindërtoj gazën edhe një herë nga kati 20 poshtë. Okay. Tani, ndonjëherë dhe kemi të sekur, ikim nga gjitha këto zhvillime dhe në pjesën e fundit do të ndalemi tek